Në takimin e sotëm me gazetarët, kryetari i Federatës së Futbollit të Maqedonisë, Masar Omeragic, foli për përfundimin e kampionatit 2024-2025, largimin nga garat të ekipeve Voska Sport dhe Gostivari, implementimin e sistemit VAR në kampionatin e ri 2025-2026, si dhe për sistemin e ri të garave që do të implementohet nga kampionati 2026-2027. Omeragic gjithashtu përmendi se kampionati i ri do të zhvillohet për 3 ditë dhe atë e premte, shtunë dhe e diel. Çdo ditë nga 2 ndeshje dhe të njëjtat do transmetohen drejt për drejt në Arena Sport dhe TVM. Pyetje së gazetarit të televizionit Koha, pse webfaqja e FFM-s nga viti i ri është vetëm në gjuhën maqedone, kryetari i FFM-s, Masar Omeragic, tha se është në përpunim e sipër dhe e njëjta do të jetë në gjuhën maqedone, shqipe dhe angleze. Ќе биде транспарентно, се изработува нова веб страница и ќе се биде секако што треба. Çdo gjë do të jetë transparente, po përpunohet webfaqja e re dhe do të jetë gjithçka siç duhet. Unë dëshiroj që t'i ulim tensionet dhe ndasit. Personalisht më pengojnë. Ne jemi të gjithë dhe luajmë në Ligën e Parë të Maqedonisë, Federatën e Futbollit të Maqedonisë dhe të gjithë jemi antar këtu. Normalisht se askush kundër askujt. Do të ketë opsion në anglisht, në shqip dhe në 4-5 gjuhë të tjera. Webfaqja nuk mund të jetë në 1 apo në 2 gjuhë, deklaroi presidenti Masar Omeragic. Kryetari Omeragic njoftoi se ndeshjet në kampionatin e ri do të luhen me topin e kompanisë Puma, ndërsa liga e dytë do të jetë e kompletuar në mesin e të cilave dhe Besa do përdollit, edhe pse në disa mediume është publikuar se kjo skuadër do të tërhiqet nga garat në kampionatin e ri.